Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Pogradecit. Një zonjë 40 vjeçare, nënë e 3 fëmijëve, ku djali më i madh është 20 vjeç dhe më i vogli është 17, ndërkohë që vajza sapo ka mbushur të 18-at e saj dhe gjatë kohës së adoleshencës ajo ka dashuruar një person me të cilin aktualisht jeton. Është babai i 2 fëmijëve të saj, por mënyra se si punojnë social kanë vepruar me zonjën në fjalë, të paktën sipas denoncimit të nënës së 18 vjeçares, është e padrejtë. Ajo është drejtuar institucioneve si urdhrit të psikologut dhe urdhrit të punonjësit social në lidhje me 2 emra të punonjësve të Bashkisë së Pogradecit, sepse kjo histori vjen nga qyteti i Pogradecit për mënyrën se si ato janë qasur me nënën, por edhe me vajzën 18 vjeçare. Aktualisht ajo është nënë e 2 fëmijëve, 18 vjeçaria, pra ka lindur që në moshën 16 vjeçare, një dashuri që me sa duket familja nuk ishte kundër, por nëna kërkonte shkollimin e së bijës. Pse punonjësit sociale në ambientin e shkollës gjatë procesit mësimor apo i kanë dalë përpara në rrugë, arritën të bashkonin vajzën me të dashurin e saj, i cili aktualisht është bashorti dhe babai i 2 fëmijëve, të gjitha këto do t'i flasim menjëherë pas pak nëpërmjet rrëfimit të zonjës 40 vjeçare drejt për së drejti nga qyteti i Pogradecit. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt për të dëgjuar jo vetëm rrëfimin e zonjës 40 vjeçare, por për të marrë mendimin e specialistëve tanë, të avokatës edhe të psikologës. Të gjitha këto vetëm pas pak. Ndiqni insertin. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur lidhet me një ngjarje të rëndë dhe tronditse. Ajo vjen përmes denoncimit të një nëne 40 vjeçare, nënë e 3 fëmijëve, e cila rrëfen se prej më shumë se 3 vitesh, po përballet me një betejë të fortë shpirtërore dhe morale në lidhje me vajzën e saj. Sot vajza është 18 vjeç, por sipas nënës, problemet kanë nisur që në moshën 14 vjeçare, ku në moshën 16 vjeç ajo mbeti shtatzën dhe sot është nënë e një fëmije, ndërkohë që pret të sjellë në jetë edhe një tjetër. Marrëdhënia e saj me partnerin ka qenë e mbushur me konflikte dhe shqetësime të vazhdueshme për familjen. Nëna rrëfen me dhimbje për përpjekjet e saj për ta mbrojtur dhe për ta drejtuar vajzën, ndërsa sot ndodhet përballë një realiteti të vështirë, duke kërkuar ndihmë dhe zgjidhje. Ndiqni në vijim rrëfimin e plot. Prej një viti e gjithë familja, por sidomos nëna nuk ka kontakte me të bijën, ajo pretendon se mbahet peng, jo më larg se para 24 orësh, 40 vjeçaria, nëna e kësaj 18 vjeçare ka telefonuar dhe menjëherë vjera e vajzës ka marrë telefonin, ndërkohë që të dyja mund të shkruajnë edhe në rrjetin social Instagram, aty shahet dhe bullizohet pikërisht nga djali në fjalë, pra nga dhëndri i familjes, por edhe nga nëna e këtij të fundit. Çfarë ka ndodhur pikërisht në qytetin e Pogradecit, ku i gjithë qyteti besoi se e njeh këtë histori? Ne do ta dëgjojmë vetëm pas pak zonjën 40 vjeçare, me mua në studio Sara Demrozi, avokatja jon. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Në krahun tënd Xena Qirici, psikologja jon e përhershme, psikologe klinike. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Është një histori që të trondit, një narrativ që na ka shokuar të gjithëve, është një ngjarje që nëna e 18 vjeçares pretendon se i gjithë qyteti i Pogradecit e di. Unë thash edhe pak më herët, ajo ka dërguar disa shkresa për punonjësit sociale, të cilat në fakt kanë ushtruar një presion shumë të madh ndaj zonjës 40 vjeçare dhe më në fund ja kanë arritur qëllimit, sepse vajza kishte një histori dashurie në moshën 14 vjeçare, por në moshën 16 vjeçare ajo u bë nënë e një fëmije dhe pret fëmijën e dytë. Të gjitha këto do t'i dëgjojmë nga zonja, i është drejtuar urdhrit të psikologut dhe urdhrit të punonjësit social. Kaq ka ditur kjo zonjë, megjithatë thuhet që prej një viti, nga korriku i 2025-s, po vjen korriku tjetër, thot ajo, dhe unë ende nuk mund të komunikoj me vajzën. Përpara 24 orësh e kam telefonuar, thot zonja në fjalë, sepse nëpërmjet rrjeteve sociale ja kontrollojnë bashkëshorti edhe vjera, ku shahem edhe bullizohem unë si nën, thot, por menjëherë sapo është hapur telefoni, i është rrëmbyer vajzës dhe menjëherë ka dëgjuar zërin e vjerës dhe nuk e ka lejuar në komunikim me nënën e saj. E përshëndesim menjëherë zonjën 40 vjeçare. Përshëndetje Genta. Alo, përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që ju bashkove emisionit Me Zemër të Hapur me një histori që na ka tronditur të gjithëve, teksa i kemi dëgjuar në redaksinë e emisionit tonë.
E dashur, çfarë ka ndodhur? Ju jeni nën e 3 fëmijëve, apo jo? 2 djemve, 20 dhe 17, dhe vajza është 18 vjeç, apo jo? Unë jam nën e 3 fëmijëve, Po, jam në Institutin e Pogradecit, po, edhe kam një shqetësim shumë të madh, ku prej 3-4 vitesh ngela në derën e policisë. po. Dhe nuk kam marrë asnjë zgjedhje akoma. Kur themi mbetet në derën e policisë, e mban mend herën e parë çfarë ka ndodhur me vajzën, me dashurinë e saj, si e mësove ti si nën? Vajza shkuante me një djalë, por unë nuk e kisha kapur asnjëherë sepse shkuani në rrjet këto Snap. Unë nuk di në Snap. Po, Mirë, po kisha një vajzë të qetë, po, me shkollë shumë të mirë, në familje ishte e rregullt, sepse ne kemi familje shumë të rregullt. po. Unë pretendoja për këta 3 fëmijë që ti shkolloja në radhë të parë, pastaj se nisën 18 vjeç, le të gjykonin, Po, mund të bani për jetën e tyre. Po në radhë të parë ishte shkollimi. po. Sepse vajza ime pretendonte shumë për shkollën, e dua shkollën, donte të vazhdonte për drejtësi. Një ditë të bukur u kthye në 360 gradë. Nuk e di se çfarë ndodhi. Çdo gjë është bërë mbas krave të mi, Tina, sepse unë kam ditur shumë pak, edhe ligjin nuk e kam njohur mirë, sepse nuk na bën puna gjithve që të njohim ligjin. E nis vajzën për në shkollë, edhe mbërrin vajza në shkollë, Po, në pushimin e madh të shkollës, vajza më telefonon dhe më thot, sepse i kisha nisur për t'i bërë dhëmbët. Edhe më thot, po shkoj te dentisti. Po. Okej, shkoj te dentisti, se po vi edhe unë, sepse unë jetoj në një fshat pak më larg. Jo brenda. Më pas telefonoi nga mësuesja kujdestare që vajza nuk kishte mbërritur në shkollë. Po. Mbas pushimit. po, E shqetësuar, e pikori, e telefonoj, nuk më del telefoni. Kur shkon ora 1:20 që dalin, në zonësi nga shkolla, më vjen një mesazh. po, Më thuhet që unë jam me djalin. Unë nuk e di nga kush është ky, se nga vajza, se nga ai, nuk e di. E shqetësuar, po më dilte zemra vendit, se vajza në rene, po, edhe e nga i së vetme, shkoj në polici, po, që si e denoncoj, mbas nuk e gjeni. Herën, ditën e parë, mbas një ditësh e sjellin në polici. po. Aty sqarohemi dhe konfliktohemi me një kushuririn e anës tjetër. Po, e djalit, po? Në ty ishte prezent edhe Jetleva me Mia, e cila më paraqit si psikologe. Po, Por më pas, nuk kishte qenë psikologe, por kishte qenë punojëse sociale. po, Aty më thotë që shiko, kjo është 14 vjeçe dhe ne si ligj e kemi që 14 vjetë lart duhet ta lesh vajzën të jetojë jetën e saj. Edhe aty konfliktohemi të dyja, e ti mund ta lejoj unë një vajzë 14 vjeçare që ajo të shpërtimet e moshës këto, sepse unë nuk jam shumë dashurisë. Por të shkonte 18 vjeç, të mbaronte gjimnazin dhe le të vendoste për jetën e saj se çfarë ishte më e mirë. Tani, duke qenë se ju e përmendët emrin e psikologës apo e punonjëse sociale dhe ju e dashur Genta jeni në anonimat të plot, të lutem të kemi kujdes në përmendjen e emrave deri në momentin që ato do përballen me ty drejt për së drejti në një studio televizive dhe ne do mundohemi të gjejmë numrin kësaj zonje. Atëherë, të lutem, vajza ishte vetëm 15 vjeç apo jo? 15 vjeç. U largua 2 ditë nga shtëpia, ti vajte në polici, mbas 2 ditësh policia e lokalizon, e sjell së bashku me djalin dhe aty patët një debat me kushuririn e djalit. Që në momentin që ka marrë atë mesazh të shkuar në polici. Qartë, e kuptoj. Punonjësen sociale, kush e thirri pranë ambienteve të komisariatit, se aty duhet ishte i pranishëm prindi dhe psikologja. Nuk e di kush e thirri, unë e gjeta atje. Kishte folur më parë me vajzën tënde? Nuk e di, atë këshin folur ajo, nuk di gjë. Deri në këtë moment, ti dije diçka në lidhje me djalin dhe dashurinë e vajzës tënde? 2 ditë përpara, kam kapur një mesazh, e kishte lënë të pafshirë. Po? Do me thënë dhe e pyeta, i thash, po, është një djalë, tha, dhe se më shkujtur kopë. Nuk është më të... Jo, dhe me mami, të ishte, po, nuk janë kopë, sepse ti e vogël, minorene, ti kërkon që të shkolloj, se më dhënë, si të mbushit 18 ditë, shikojnë këto gjëra.
Unë pjesën time si nanë. Jo, mami, pa më rast, unë do vazhdoj shkollën, jam e sigurt në këtë gjë, dua shkollën, këtë gjë më përmendte gjithmonë që dua shkollën. Mirë, ndërkohë ti pate një interesim gjatë atyre 2 ditëve në lidhje me djalin, kush është djali, sa vjeç ishte djalin atë kohë? Djali 20 vjeç. 20 vjeç, po? 20 vjeç ishte djali, mirë po vajza atë ditë më ka shprehur dhe këtë gjë që këtë punonjëse sociale pas ka takuar dhe në rrugë. Në ç'më mënyrë? Do me thënë 2 ditë përpara komisariatit e kishte takuar në rrugë, në ç'më mënyrë? E kishte takuar në rrugë vajza, duke ardhur në shtëpi. Po. Dhe më tha që shiko, se fa e ti ka mami, tipo e desha të djalin, merre ik se fa e ti ka mami. Më fal pak. Tani, një vajzë e cila dashuronte një djalë 15 vjeçe, punonjësa sociale ishte takuar rastësisht në rrugë me vajzën tënde? Dhe faje ti ka mami për çfarë, sepse ti e ke mbështetur vajzën tënde në këtë dashuri. Por i ke thënë paralelisht mund vazhdonte dashurinë e saj, por edhe shkollimin. Si, në ç'më mënyrë i ka dalë në rrugë? E ka hasur në rrugë sepse e njifte, po unë nuk e di se nga e njifte. Kur e mësove këtë fakti, në polici? Në polici e ka mësuar këtë fakt. 2 hapa, mbrapa shkollës ishte kjo punonjëse sociale. Edhe unë nuk e dija këtë gjë. E qartë. Edhe në shkollë, punonjëse sociale e mirënin e pyesnin. Edhe këtë gjë unë nuk e kam ditur, e kam mësuar shumë. Shiko, punonjëset sociale nuk ka nëpër shkolla ka psikologe. Pra, psikologja e shkollës e ka marrë në pyetje vajzën tënde, po për çfarë? Ti nuk ishe vënë në dieni asnjëherë? E mora vesh shumë brapa pra që kjo, si u bën këto gjërat, e merrte psikologja, është dhe një punonjëse sociale në këtë shkollë, edhe e pyesnin. Shiko, ishte vajza që i kishte njoftuar, e ke zbardhur mbas 3-4 vitesh këtë, se është shumë e rëndë mënyrën se si ju e tregoni, në qoftë se ka ndodhur kështu. Mos është vajza që ka kërkuar ndihmën edhe nga sektori i mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në bashki? Jo, këtë gjë e bënte kjo zonjë pra. Kjo zonjë. Mirë. Kjo zonjë mua më kërcënonte hapur. Po për çfarë, si të njinte? Ti nuk bën dot asgjë, sepse këtu jam unë dhe ligjin e bëj unë. Edhe ligji është që në 14 vjeç dhe lart, do me thënë ligji e lejon që vajzat kenë akte seksuale. Mua kjo gjë më vriste shumë. Shiko, e para punës, ligji nuk e bën një punonjëse sociale. Punonjëse sociale apo psikologja zbatojnë ligjin. Ligjin e bën tjetër kush. E pra, po unë këtu po shikoj që e djegur është jeta e vajzës time dhe unë. Dhe ne nuk po flasim për raportet seksuale, për dashurinë e vajzës tënde, sepse sipas asaj që ju tregoni, edhe ju mund të keni qenë dakord. Janë shpërthimet e moshës, janë dashuritë e para, ti e ke mbështetur në këtë drejtim. Pra, mos është vajza që është ankuar? Nuk e kam mbështetur në këtë drejtim. Unë kam për pjesën time që ajo është minorene, mund të ketë shpërthimet e moshës, por është gabim në atë moshë, sepse s'ishte arritur moshën e pjekurisë. E vërtet. Nuk kupton tani se ku... Po, dua të ndaloj pak në ambientet e policisë. Kjo punonjëse sociale kishte mbritur përpara jush, shkoni ju, vajza 48 orë e larguar nga shtëpia dhe aty patët një debat edhe me kushëririn e të dashurit të saj. Për çfarë arsye u debatuat? Për punën e vajzës pra, që ti nuk bën dot asgjë, ne ta morëm, ti nuk ke punë më me këtë vajzë, nuk ke punë të ndërhysh në jetën e saj. Edhe aty kam bërë dhe 10 orë në polici. Unë, bashkëshorti im dhe vëlla im. Se kam denoncuar vajzën, e dikur. Çfarë kishte ndodhur? Arrite të pyesje vajzën çfarë kishte ndodhur ato 2 ditë të largimit të saj nga shtëpia? Vajza vetëm qante me slotësh, donte të ktheheshe, por nësa dukeshe ishte, e shikojnë që ishte e trembur, ishte shumë e vrarë, po mua nuk ma lejuan që ta nënja vajzën. Dhe ku kishte qëndruar ato 2 ditë vajza? Në halla e djalit. Tek halla e djalit. Ishte fshehur halla e djalit. E qartë. Megjithatë, çfarë masash mori policia? Nuk e riktheu vajzën me ju në shtëpi? Nuk e riktheu vajzën në shtëpi. Mua bëra 10 orë unë si nan në polici, bashkëshorti im dhe vëlla im. Pasi dola pas 10 orësh, merr vajza Tijati në telefon dhe i thot, hajde më merr. Po? Mirë, po ne nuk na lejon të policia që ta merrin vajzën. Si ka mundësi?
Nuk e di pra, kjo gjë mund... Vajza ku shkoi? Në familjen e djalit. U largua me djalin, me kushëririn e djalit? Po. Dhe policia e latë lirë. Sa vjeç ishte vajza në atë kohë, 15? 15. Që nga i moment vajza e ndërpreu shkollën? Që nga i moment, unë kam tentuar të flas me vajzën, të shkonte në shkollë, mirë po bënte shumë mungesa, herë pas here. Kur shkonte në shkollë, më ka telefonuar mësuesja që ta takonja vajzën, kam vajzën në shkollë, kam takuar, më kanë lejuar disa sekonda të flas me vajzën, më pas më kanë nxjerrë nga mbrapa shkollës, ja kanë dorëzuar djalit. Se ti ka telefonuar kjo zonjë, Kleva Mënia. Dorëzoja një vajzën djalit, sepse kam ardhur xhaxhallar, dajallar. Ndërkohë isha vetëm unë si nën në atë shkollë, nuk ishte asnjë njeri tjetër. Dhe më kanë nxjerrë mbrapa shkollës e kanë dorëzuar prapa ti. E qartë. Edhe këtë gjë e di edhe shkolla, i din të gjithë këto gjëra. Unë kam luftuar shumë për atë vajzë. E kuptoj. Në 3-4 vite që është zhvilluar e gjithë kjo histori, unë nuk kam mundësi që një punonjëse sociale e Bashkisë së Pogradecit apo policia e Pogradecit të marrë një fëmijë minorene apo shkolla ta nxjerrë nga mbrapa daljes së shkollës dhe t'ia dorëzoj djalit. Nuk arrit ta kuptoj këtë gjë. Kjo ka ndodhur, e kanë nxjerrë nga mbrapa shkollës, ka qenë psikologja dhe një punonjëse sociale e kanë nxjerrë mbrapa shkollës. Megjithatë, atëherë, a mund të ma përshkruash pak marrëdhënien tënde me vajzën, ose marrëdhënien e babait, apo të dajave, apo të vëllezërve me këtë vajzë? Sepse nuk arrit ta kuptoj, e thënë kështu nga ju e dashur Genta, ky është një skandal që ka ndodhur. Për pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë me vëllezërit, ajo nuk ndashet sidomos ka vllai i vogël, nuk ndashet dot. Me mua si nën ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë, shumë të ngushtë, nuk bënte asgjë pa më pyetur. Me babain na donte shumë. Mirë po unë kam pasur dhe një situatë shumë të rëndë, sepse kam, po i shërbenja mamit tim që e kisha sëmundje e kancer në stomak. Duke shërbyer mamit tim dhe duke ndodhur kjo gjë e vajzës, më ka vdekur devire në shtëpi. Kam pasur shumë gjëra që më kanë lodhur nga këto. I kam lënë këto gjëra dhe jam marrë me vajzën, mirë po gjithmonë nuk më kthente policia, gjithmonë kam përkallëzim, gjithmonë kam tentuar ta kthej në shkollë, nuk më kthente policia. Lere sepse dashuron, lere bëj jetën e saj, si mund ta linja unë si nën një 15 vjeçare të gjykonte për jetën e saj. Ndërkohë, janë rezultati që ajo ka humbur vitet e shkollës, 3 vjet e shkollës, edhe për 2 vjet të bëhet në 2 herë. Këto janë të qëllimshme, për mua unë që i mendoj si nën, që janë të qëllimshme për të A je munduar ndonjëherë Genta të shkosh të trokasësh në familjen e djalit, të flasësh me prindrit e tij, të flasësh me vetë djalin? Kam tentuar, i kam thritur të 2 prindrit, por është e pamundur. Ju kam thënë që shkollimin do ta paguaj unë, me të vajza të shkollohet, se jemi në 2006 dhe unë nuk mund të lej një fëmijë të shërbej i shërbëtore, ne po i shikojmë se si po kalojnë të vajzë sot. Nuk duam shkollë për të, nuk e punë ti, edhe unë nuk afrohesha dot në familjen e tyre, sepse nuk më lejon të dhe policia. Shiko, që të mos lejoj policia të afrohesh kësaj familje dhe të bisedosh në mënyrë të qytetruar, nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Vetëm në qoftë se kjo familje, nga mënyra se si ti me gjithë të drejtën e botës si nën mund t'i shqasur kësaj familje, ata mund të kenë bërë një kallëzim, por që policia apo shërbimi social pranë Bashkisë së Pogradecit të thonë që lëre në dashurinë e saj, okej, po e lëm një vajzë 15 vjeçe në dashurinë e saj, por ajo nuk mund të filloj dot as një bashkëtesë, as një martesë, as të bëhet nën për herë të parë në moshën 16 vjeçare, se këtu dua të ndaloj dhe të diskutojmë bashkë dhe të analizojmë se çfarë ka ndodhur pikërisht edhe në spital kur ajo ka shkuar dhe ka bërë vizitat rutinë. Genta, mos u largo, të lutem, mos u largo nga lidhja, sepse është momenti i hapësirës së parë publicitare. Nuk dua të ndërpres arsyetimin, narrativën, gjithçka që po të tregon ditën e sotme, por do kthehemi në pjesën e dytë për të na dhënë më shumë detaje se nëse ka ndodhur eksaktësisht, kështu si ti e tregon, kjo do ishte një tmerr më vete. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio.
Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit, po flasim pikërisht për një skandal, në qoftë se ajo që tregon zonja 40 vjeçare, nënë e 3 fëmijëve, e 2 djemve dhe një vajze që në moshën 15 vjeçare ka dashuruar një djalë dhe këtu nuk ka asgjë të keqe, por zonja deklaron që punonësit social pranë bashkisë Pogradecit, por njëkohësisht shkolla, psikologja e shkollës dhe në fakt policia nuk e kanë lejuar që kjo vajzë të rikthehet në familjen e saj, të vazhdojë shkollimin e saj, të vazhdojë edhe marrëdhënien me djalin, i cili është bashorti i saj aktualisht dhe është nënë e 2 fëmijëve, sepse ajo është bërë nënë që në moshën 16 vjeçë. E dashur Genta, më dëgjon? Më të dëgjoj. Atëherë, jemi pikërisht në një moment shumë delikat ku ti ke kërkuar sqarim nga familja e djalit, ke shkuar për ta takuar vajzën, por vajza bëhet nënë në moshën 16 vjeçë, apo jo? Po, dhe këtu dua të ndalem sakt. Po, ti si e more vesh? Në moshën 16 vjeçë dhe mua spitali nuk më lajmëron. As spitali, as punonjëse sociale, as vajza. Po ti ndërpreve komunikimin me vajzën? Si ka mundësi? Nuk e ndërpreva, nuk e lejonin vajzën që të fliste me ne, se ndoshta nuk e di se çfarë i thoshin, ndoshta do t'ua merrnin sepse ajo ishte minorene, unë pra mënja të kishte marrëdhënie minorene ajo me. Edhe nuk më marrë telefon që të parë. E marrë vesh Instagrami, ku kishim hedhur lindjen e vajzës. Do me thënë, pasi vajza kishte lindur dhe ishte bërë nënë, ti e mëson këtë fakt nëpërmjet Instagramit. Po, ku kishim hedhur një foto. Po sa afër jetoni ju me njëra tjetrën? Një çerekore. Çerekore, nuk përballeshit të rrugëve të Pogradecit, se Pogradeci aq është. Jo, sepse vajza nuk del. Vajzën e mbajnë të mbyllur, nuk del vajza fare. Po si nuk del? Vajza i mohohet liria, nuk del. Nuk e përball një asnjë vajzën. Po fëmia nuk e nxjerr shëtitje, vetë nuk del me bashortin? Është në një fshat malor që nuk del dot dhe ata kanë mentalitet që nuk duhet të dali. Po çfarë do të thotë kjo ka mentalitet? Kanë mentalitet. Edhe mbas kësaj, si e marrë vesh që ajo bëhet nënë, telefonoi doktorin që e kishte operuar, sepse unë i kisha ato kontakte me doktorin, dhe e telefonoi, e pyesi si ka dalë vajza dhe pse nuk kanë lajmëruar mua si prind. Po. Aty doktori më thotë që kjo gjë është bërë urgjente. Po. Nuk e di se si është bërë urgjente dhe si e mori këtë doktor në dorëzim të vajzë 16 vjeçare. Më fal, zonja Genta, shtatzania është 9 muaj. Në momentin që vajza shkon për kontrollet rutinë, si çdo nën shtatzan, mjeku ka të drejtë të pyesi dhe të marri kartën e identitetit dhe kur shikon që vajza në fjalë është një minorene, duhet të lajmërojmë menjëherë institucionet, sepse një rast të ngjashëm ne kemi pasur në qytetin e Korçës dhe menjëherë mjeku e ka denoncuar babain e fëmijës dhe ai baba rrezikonte 25 vite burg. Këtë vajzë çonin në duket e çonin në private. Po çfarë rëndësie ka privat apo shtetëror? Të gjithë e kanë ligjore këtë gjë. Nuk e di pra se çfarë bëshe me këtë vajzën time dhe kjo më ka trollatur dhe më ka lodhur shumë sepse nuk më jepnin asnjë të drejtë për vajzën time. Zonjë, a ke shkuar ndonjëherë në gjykati dhe të shequr ushtrimit të drejtës prindërore se nuk po arrit ta kuptoj këtë gjë. Se vetëm një vendim gjykate, kur i heq të drejtën e ushtrimit të drejtës prindërore, ti nuk mund të interesohesh dot për fëmijën tënd nën 18 vjeç. Unë si na nuk i kam ditur ligjet, pra. Unë kam bërë denoncim në polici. A ke shkuar ndonjëherë në gjykatë? A ke ti një vendim gjykate? Ti dhe bashorti yt? Jo, nuk kemi vendim gjykate. Ke shkuar ndonjëherë në gjykatë? Të shequr e drejta prindërore se nuk arrim ta kuptojmë këtë gjë. Jo, pra, nuk kam shkuar në gjykat. Po si ka mundësi gjithë ky skandal? Pra, jemi në një qytet të vogël që bëhen këto skandale dhe i mbulojnë këta që kanë rroben e shtetit veshur dhe ne si prindër nuk mbrojmë dot vajzat tonë. Nuk ka mundësi. Nuk ka rëndësi qyteti vogël apo qyteti madh. Kjo që ka ndodhur është një skandal në qoftë se është kështu siç ju e tregoni. Kjo siç ka ndodhur po e tregoj. Kjo zonjë më ka dhënë dhe një fletë para i brenda në polici dhe më ka thënë nëse ti nuk e firmos, unë do të bëj skandal. Çfarë mbante ai dokument?
letër që unë firmosa ishte, kjo gjë u bë pas që vajza ishte shazan, pra. Pra, vajtët për herë të dytë në polici? Po, për herë të dytë. Dhe ajo të vuri përpara një dokument të cilin ti e firmose në bazë të presionit që ajo të bëri? Po, më ka bërë presion në polici, bëna në polici, duke më sjellë dhe një avokat, po? I cili me sa kuptova ishte avokati i kësaj zonje. Avokati i kësaj zonje? Po, i kësaj zonje. Ma ka sjell atje duke më bërë presion që unë duhet ta firmosja me si zbose, ndryshe do më bëni një relacion negativ. E dashur Genta, në qoftë se kjo është punonjëse sociale pranë Bashkisë së Pogradecit, kjo zonjë ka detyrë shtetërore dhe Bashkia e Pogradecit ka jurist, nuk ka avokat që mbrojnë zonjën. Dhe kjo zonjë vinte në emër të kujt me këtë dokument, se ky është një skandal që po thua. Nuk e di, pra, këto gjëra nuk i di, se nuk më thonë. Po çfarë ke firmosur, pra? Çfarë përmbante ai dokument që ti heq dorë nga vajza jote? Jo, ky dokument firmose që unë zonja në fjalë, përmend se jemi saja, do mbaj përgjegjësi për këtë vajzë që të mos e lërë shkollën, të shkollohet. Po vajza jote e ka lënë shkollën? E pra, e ka lënë shkollën, po aty më la një hapësirë, edhe unë gjithë firmosja në fund të fletës. Hapësirë për çfarë? Hapësirë për çfarë? Që ti mendon se është shtuar diçka tjetër? Po, me pa tjetër që është bërë një relacion negativ për mua, jam shumë e sigurt, po nuk i ndjerë dot ato prova se çfarë është bërë, se çfarë është shkruar. Atëherë, Genta, që ta kuptoj e dashur, kjo zonjë absolutisht ka të drejtë nëse vajza jote është ankuar dhe diçka ka ndodhur midis teje, vajzës apo familjarëve të tjerë, edhe vajzës në fjalë. Por nuk mund të merret kjo vajzë dhe të dërgohet në familjen e këtij djali. Po merret kjo vajzë, dërgohet në një qendër, shkollohet, qëndron në qendër deri në momentin që ajo do mbushit 18 vjeç, ose e gjithë kjo situatë shkohet në gjykatë dhe është gjykata që vendos midis të drejtës së punonjëses sociale që ka marrë përsipër mbrojtjen e vajzës tënde dhe ju si familjar. Kjo gjë nuk është bërë. Pra, po, këto zonja e din që ne nuk i dim ligjet dhe prandaj veprojnë në këtë mënyrë. Po si nuk i dini ligjet? Më është thënë qartazi që ti nuk e çfarë bën këtu, jo një herë të vish në polici, po të rrish 24 orë në polici. Këtu ligjin e bëj unë dhe do bëj çfarë dua unë, sepse unë kam ngulja që vajzën ta merja në shtëpi. Deri në ç'më momenti ke këmbgulur që vajza të vinte në shtëpi? Edhe pasi ajo ka lindur? Deri në moshën 18 vjeç. Edhe pasi ajo ka lindur, e kam pranuar në shtëpi. Po, kur i ka bërë 18 vajza? Në çfarë muaji? I bëri në 5 qershor. Në 5 qershor të vitit kaluar? Po, në 8 maj të vitit kaluar, vajza ka marrë vetë polici në telefon dhe punonjësi social për të kthyer në shtëpi, sepse vajza e ndjente mallin e familjes. Qartë. Unë nuk e di se çfarë bështe me atë vajzë, se si ndashë ajo vajzë. Me shumë luftë dhe pjekje dhe nga ana ime, u kthye vajza në shtëpi. Erdhi vajza në shtëpi, ka ardhur e ajë, nga boja e qelbëzuar, që kam ndiqur tortura gjithë deharin, derisa e stabilizova. Ka ardhur me gjithë vajzën e vogël, e kam mbajtur 2 muaj, në 22 korrik të 2025, më ka rrethuar policia shtëpinë dhe më ka marrë vajzën. E kam kthyer përsëri. Unë këtë gjë e kam dhe në video, sepse u detyrova të ndaj një prova, sepse po forulata shëta nuk të bënja do të asë një gjë. E qartë. E qartë. Ti çdo gjë ke të vërtetuar, kjo është ndoshta hera jone parë që po e trajtojmë këtë histori, do të na duhet tashmë të ballafaqohemi edhe me palën tjetër, me familjen e djalit në fjalë. Në fakt na është vënë në dispozicion numri i krushkës tënde, i vjerrës së vajzës. E merr regjia në këto momente të ballafaqohem edhe me këtë zonjë, të kuptojmë kush është e vërteta, pse mbahet peng vajza juaj. Ti thua unë i shkruaj shpesh në Instagram dhe aty unë shahem dhe ofendohem dhe nuk është vajza që më shkruan, apo jo? Nuk e di se kush më shkruan ato gjëra. Po? Nuk e di se nuk e vërtetoj dot. Ajo nuk ka një telefon të vetin, sepse telefonin kur ka ardhur e ka marrë policia dhe telefonin ajo e ka lënë në shtëpi. E qartë, por më thej që përpara 24 orësh e ke telefonuar vajzën dhe menjëherë telefonin ja ka rrëmbyer vjerra. Po, ja ka rrëmbyer ajo dhe aty më ka thënë fjalë që të rënë të kanceri, duhet fjalët e saj që unë më vjen shumë rëndi për mend,
Të mos i përmendin, ti kursejmë. Nuk dua ti përmendë zë t'ju hakon nga këto, se unë e di se çfarë njerëzish janë, sepse i kam rritur, i kam shtruar për të gjetur një gjuhë të përbashkët, meqense vajza nuk ndahej dot nga ideal. Qartë. Me ata nuk e gjej dot gjuhën e përbashkët. E kuptoj. Mirë, unë nuk e di në qoftë se të ftuarat e mia, avokatja apo psikologja kërkojnë të drejtojnë disa pyetje përpara se të kemi edhe zonjën në fjalë Krushkën tënde. Kush nga juve kërkon të bëj disa pyetje në qoftë se jeni të paqarta, sepse unë jam e shokuar që në momentin e parë që zonja Genda ka denoncuar në fakt në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Keni pyetje për të bërë? Po, avokatja Sara Demrozi kërkon të bëj pyetje. Po. Përshëndetje. Përshëndetje dashur. Dua të di kush ka qenë personi i parë që i është drejtuar punonjësës së shërbimeve sociale dhe pse kjo punonjëse ka këmbgulur kaq fort që ju të hiqni dorë nga vajza juaj. Nuk të kuptova kush Kush i është drejtuar për herë të parë shërbimeve sociale në rastin e vajzës tuaj? Unë atë gjejmë të drejtuar vetëm në polici, pra. Nuk jam drejtuar unë aty. Nuk e dinja se çfarë ishin këto, nuk dinja ligjet se si. Na ka përbalur policia me atë zonë. Dhe unë këtë nuk kuptonja që pse nuk mundte që duhet shkonte ande dhe nuk duhet të rindën e familje saj dhe të shkollonte. Pra ju ka përballur policia. Kur ka qenë kjo, në rastin kur vajza juaj u largua 2 ditë nga shtëpia? Po, pra. A ty jeni takuar për herë të parë? Po. E kuptoj. Atëherë, Sara, mund ta marrësh fjalën për të komentuar në qoftë se Patjetër. Po. Më duket një ngjarje shumë e rëndë, në qoftë se marrim për të mirëqenia çdo gjë që ka treguar kjo nën, që në këtë momente... Alo? Bjezilja, të kërkoj ndjes, Sara. S'ka problem. Bjezilja, shpresoj të përgjigjet zonja në fjalë. Bjezilja. Shpresoj që zonja në fjalë të na përgjigjet. Zhvjera e vajzës, pasi vajza sipas nënës nuk ka një numër të saj. Duhet kuptojmë dhe nga pala tjetër çfarë ka ndodhur. Kjo që tregon nëna e 18 vjeçares është shumë e rëndë, që nga 22 korriku i vitit kaluar ku policia ka rrethuar banesën dhe ka marrë. Alo? Alo? Atëherë na e mbylli zonja, do rikontaktojmë edhe një herë të kërkojmë ndjes Sara apo të dëgjojmë zërin e zonjës në transmetim, do të na duhet që të i përballim palët, është hera e parë ndoshta ditën e sotme që po tregojmë një histori, ja Bjezilja përsërit. Kërkoj ndjes. Dhe do mundohem. Alo? Alo? Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Atëherë është zonja Natasha drejt për së drejti, në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ka hapur numrin e saj të telefonit, dëgjohet gjithçka dhe ajo nuk kërkon të komunikojë me ne, vetëm dëgjon zonja Natasha, jemi këtu për të zbardhur një të vërtetë, sepse në qoftë se e vërteta është sipas nënës së vajzës, zonjës Genta, atëherë ky është një skandal që po ndodh në qytetin e Pogradecit. Zonja Natasha vazhdon të qëndroj i hapur telefoni zonjës Natasha. Zonja Natasha, përshëndetje. Atëherë unë po të prezantohem, e di që ti po më dëgjon sepse më njofton regjia që telefonin e ketë hapur dhe nuk përgjigjesh nga ana tjetër. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë nga Pogradeci zonjën Genta, nënën e nusës tënde të djalit. Do donim të dinim çfarë ka ndodhur midis djalit tënde dhe kësaj vajze, pse ka vajtur policia me 22 korrik të vitit kaluar, ka rrethuar shtëpinë e zonjës Genta, aty ku ndodhej vajza së bashku me të voglën, si ka mundësi që Bashkia e Pogradecit, punonjësit social dhe gjithkusht tjetër, mbështetje dhe policia, të marrë një vajzë 15 vjeçare të ndërpresi shkollën dhe të vi nuse në familjen tuaj, pse kjo vajzë nuk komunikon me familjen, me nënën, me babain, me 2 vëllezërit? Pra zonjë, më dëgjon? Është zonja Natasha që ishte drejt për drejt
Nuk e di në qoftë se regjia vazhdon të jetë zonja. Zonja apo dikush tjetër që ka hapur telefonin dhe nuk përgjigjet. Pra, kështu ka vërzuar gjithë këto vite kjo situatë. Kjo situatë ka qenë ndër vite. Mirë, vijon në komentin e saj avokatja zonja Sara Demrozi, avokate studios emisionit Me zemër të hapur, nuk një asnjëra nga palët, regjia ju lutem, zonja Natasha dhe numrin që kemi telefonuar, në qoftë se është në lidhje lërini aty, të dëgjoj dhe ndoshta mund të reagoj pasi të dëgjoj komentin e të ftuarve. Unë ju prezantova, ajo nuk do të përgjigjet, le të mbaj telefonin hapur dhe të na dëgjoj neve. Atëherë Sara, e pa precedent, kjo që po ndodh, mbaj telefoni hapur, nuk do të flasi, por gjithsesi po na dëgjon. Sara. Po mirë, le të na dëgjoj atëherë, sepse është nevojshme që zonja t'i dëgjojë këto fjalë dhe në radhë të parë më vjen shumë keq që një emitur është lënë pa mbrojtje institucionale dhe asnjë person nuk ka marrë përgjegjësi për këtë vajzën emitur. Institucionale po. Patjetër institucionale, sepse këtu kemi shumë punojëse sociale përfaqëson Bashkinë e Pogradecit. Është e tmerrshme. Por jo në mënyrë të njanshme. Po edhe policia e Pogradecit. Prandaj po themi institucionale. Dhe në këtë rast ka vepruar, ka pas shumë gjëra të parregullta. Duke nisur nga punonjësa sociale, për të cilën unë sugjeroj të hapet një hetim administrativ, sepse ka ushtruar një presion dhe ka bërë një shpërdorim detyre që nuk i përket kompetencave të saj, ka dalë jashtë kompetencave dhe nuk mund të ushtroj këtë fardoj presioni dhe këtë fardoj mendimi në një zonjë që po kërkon vajzën e vetë. Pastaj, kemi faktin që kjo vajzë, si pas mendimit tim, është komplet dhe krejtësisht e izoluar. Pra, këtu mund të përballemi përpara disa veprave penale. Në radhë të parë, heqja e paligjshme e lirisë, sepse përderisa zonja ka deklaruar që vajza nuk i lejohet të dalë nga shtëpia, nuk i lejohet të mbajë komunikim me familjen e saj, kjo është absolutisht e tmerrshme dhe e papranueshme dhe mbi të gjitha është e paligjshme. Kemi të bëjmë edhe me shtrengimin, kemi të bëjmë me dhunë në familje në qoftë se vërtetohet. Pra të gjitha këto i përkasin një hetimi të policisë dhe të prokurorisë. Unë sugjeroj që zonja, sepse zonja me sa po shoh është përpjekur në maksimum që të rindërtojë një komunikim me vajzën e saj, por pa sukses. Në këto kushte, zonja ka nevojë për një avokat. Ka nevojë për një avokat që të marrë përsipër këtë çështje dhe ta zbardhi një herë së miri, sepse kjo vajza është marrë 15 vjeçë. 15 vjeçë nuk je e pjekur, nuk je akoma majorene, nuk e di se çfarë do ndodhi me jetën tënde dhe manipulohesh shumë shpejt. Qartë. Kjo është një viktime, një manipulimi. Po në qoftë se në dokumentin për herë të dytë që zonja në fakt ka firmosur ku është lënë një hapësirë boshe, thot ajo. Dhe ndoshta aty është shtuar diçka tjetër që këta si familje, kjo si nën, i jep të drejtën punojëse sociale të jetë ajo kujdestare, por unë nuk e shikoj që një punojëse sociale ta ketë marrë dhe ta ketë çuar në një institucion rehabilitimi, por është marrë dhe është dërguar në familjen e të dashur, sipas Gentës. Nuk ka lidhje fare, nuk i ka kompetencat e punonjësa sociale dhe në radhë të parë ajo në qoftë se vërtetohet që këto dokumenta i ka bërë në anë të presionit psikologjik dhe ka vërtetohet e gjithë kjo parregullsi në sjelljen e saj, ajo është në rrezik për t'u hetuar, për t'u hequr nga puna. Është në rrezik ajo punonjësa sociale që i ka bërë të gjitha këto veprime, në qoftë se gjitha këto veprime vërtetohen. Çfarë kërcet këtu? Nuk mund të bëhet bashkë një punonjëse sociale nga Qenësia e Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve në Bashkinë e Pogradecit, të bëhet bashkë me psikologin e shkollës, të bëhet bashkë me policin, të bëhet bashkë me një avokat apo jurist, çfarë ka qenë ai, të bëhet një grup kaq i madh dhe të jenë kundra zonjës Genta, kundra nënës së 15 vjeçare, sepse ato e dinë që po e shkelin hapur ligjin. Patjetër, por kjo është një abuzim që ndodh shpesh. Nuk njofton familjen, apo nuk njofton institucionet, që kam një 15 vjeçe, shtazian dhe 16 vjeçare. Kemi shumë shkelje këtu dhe këto abuzojnë me ligjin. Alo, përshëndetje. E dëgjuam. Ja, prit një minutë. Përshëndetje, zonja Natasha. Është e bie e Gentës, fol me të mbijen e Gentës njërë. Okej, pra vendos vjera për të bien e Gentës. Përshëndetje dashur. Jo, me qashu. Mirdita, jam unë Natasha Kaftirani. Po, Mirdita e dashur. Mirdita. Atëherë, unë do doja të flisja pak me Nusën, me vajzën e Gentës. Po, urdhoj, ja ku e ke. Po, dhe gjatë gjithë kohës na keni dëgjuar
dhe nuk keni reaguar. Atëherë dashur, ka mamin në lidhje të drejtë për drejtë nga Pogradeci, kur je bërë nën ti për herë të parë? Në mars të 2024. Sa vjeçe ke qenë? 16. 16 vjeçe. Pra ke mbetur shtatzan që 15 vjeçe. Po. Më fal, si ke vajtur tek familja e burrit tënd? Jemi rëmbyer. Jeni rëmbyer. Kush ju ka mbështetur, sepse familja nuk e ka miratuar largimin prej moshës 15 vjeçe? Ata e miratuan. Si e miratuan ata? E miratuan se në verën fejisën u mblodhën të gjithë, si njerëzit e burrit edhe njerëzit e mi. Pra edhe njerëzit e tu, edhe njerëzit e burrit, por çfarë ka ndodhur më pas? Është bërë një fejes pra? Po, u bë fejesa, lojtën kërcyen. Pastaj nuk donin që unë të rinja me këtë djalit, donin që të më merrin ande. Po, ti ke kërkuar ndihmë tek punojësit social të bashkisë? Jo. Po punojësit social pse të kanë mbështetur? Policia pse të kanë mbështetur? Të lutem, largo fëmijën, largo vajzën. Nuk më kanë mbështetur asnjë. Po si nuk të kanë mbështetur asnjë? Ti nuk lejohet të lindësh në moshën 16 vjeçe. Përveç një psikologe që na ka ndejur afër. Kjo psikologe kujt është? E shkollës. E shkollës. Të lutem e dashur, nuk mund ta mbash dot fëmijën afër. Kërkon ndihmën e vjerrës, unë po jap një hapësirë publicitare, mos më largo nga kjo lidhje, nuk lejohet fëmija në transmetim, publicitet dhe rikthehemi një herë. Mbas hapësirës së dytë publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Kam zonjën Natasha, e cila ka hedhur akuza të rënda gjatë hapësirës publicitare, nuk patëm mundësi të futeshim pak më herët gjatë kësaj hapësire. Zonja Natasha, më dëgjon? Të dëgjoj, zonjë, dëgjoj. Ju lutem, më largoni vajzën e vogël, sepse edhe nusja e djalit, e reja juaj është atzan, ajo do ballafaqohet me të jëmën, por më the disa akuza shumë të rënda gjatë hapësirës publicitare. Si ka mundësi që Krushka ka rrahur Krushkën? Mos se na vjen turp shkatrojnë familje. Ajo është një lloj që mos e afroni, se do merrnim qafë veten tuaj e do dilni në mos që të mos u ketë përbazë njeri juve. Neve mos na ketë përbazë. Mos qaj hallin tonë, zonja Natasha. Se kam te evlatit, po jo. Zonja Natasha, mos qaj hallin tonë, se kemi 26 vite që merremi me tema më të rënda se sa kjo, por që të më thuash gjatë hapësirës publicitare. Po kjo është merendë, se ajo asiqet as ndiqet. Zonja Natasha, që të mbetet, të lutem. Do dalë që gjalla për operacionit i thasëbis, kur e bia ka kënaqësi në familje, do burë, do vjerë, do vjerin, i do të terë, do fëmijët, ne kemi ndinë të në plen të dorës, me gjithate unë e thërejs qupën, foli qupës, jo, mos mu largo pak, se nuk mund të largohesh, se gjatë hapësirës publicitare the nuk ka asgjë të keqe që një 15 vjeçare, që ajo ndoshta aktivitetin e saj seksual me djalin tuaj e ka filluar që 14 vjeçe, të mbetet shtatzan, të thuash ti, dhe në 16 vjeçe të lindi fëmijën. Tani kjo është e pa precedent. Dëgjoj. Unë nuk jam asgjë, unë t'i kërkoj llogari asaj, do lindi fëmijë, a do burr, a nuk do burr. Ja ku e ke fol, po mos ni se ajo nuk është e saktë, ka sjell gazetar por a drejt strata, e kanë ikur me qëndrimin tënd zonjë. Nuk mundet të kryej marrëdhënie seksuale një vajzë 15 vjeçe dhe djali juaj ka qenë 20 vjeç. Ju e dini që e ka ndaluar ligjin? S'ka qenë 20 vjeç, mos dëgjoj llapet asaj. Po sa ka qenë djali jot? Po sa ka qenë djali jot? Ja ku e ke çupën e folë. Atëherë, edhe një herë, e dashur. Pivi, kërcevi, lojti, tash na hap katelashe. Atëherë, Natasha, të flas pak me vajzën, koha jote mbaroi. E dashur, ti ke qenë 15 vjeçe, djali sa ka qenë? 18. Edhe 18 vjeçari nuk mund të kryejë marrëdhënie seksuale me një të mitur. Dhe për këtë familja jote ka bërë shumë gabim që nuk e ka denoncuar, sepse babai i fëmijëve të tu do ishte pas hekurave sot. Po përse pranuan kur s'donin? Do të kthej përgjigje. Përse na vënë fejisën kur nuk donin? Okej. Zonja Genta, më dëgjon? Zemra mamit. Politikanke mamit. Atëherë. Shiti që punë tjetër ato. Natasha, do flasësh ti apo do flasi vajza? Po flasin nën e bi. Këtë do ashti të përgjigje me, po të duash në flasin nën e bi. Që të dyjave. Po flasin nën edhe bi.
Mos më keq ajo. Lëre ironin më janë. Disditojnë gjë tjetër. Lër ironin më janë, zonja Natasha. Ndërgjegjësohu se ka vajzë vetë. Në qoftë se vajza jote do të kryente marrëdhënie seksuale në moshën 14 vjeçare, personi duhet të ishte paditur. 14, ju lutem shumë, 11. 15 vjeç ka mbetur shtatzan ajo. Kështu që bëj llogarit vetë. Mos merr me ta se ula atë audiencën tënde, të lutem. Nuk kam nevojë për audiencë, unë kam nevojë për palo grua. Dëgjoj, unë nuk kam nevojë për audiencë, e kam krijuar audiencën time më shumë se çerik shekullin ekran. Nuk kam nevojë. E ke, bravo të qoftë, po me te mos u ngatëro. Tani a do merrem krushkën në sytme. Ka krushkë të raj krushkën e të binë. Po pse me nuk lejon nënën të flasi me vajzën? Sepse për këtë po akuzoheni sot. Dëgjohen çik mirë. Ka nënët vej ta çaploj çupën, vej tjeqi fëmijën, t'ja vej copa fëmijën, moj. E sot I thot biri nënës. Atëherë, zonja Agenta, të dëgjoj. Të dëgjoj e t'japi veshët mirë. Këto janë gënjeshtra, nuk janë të vërteta. Veshët e flisja me vajzë. Janë të vërteta, janë të vërteta se unë të shpijem, unë e doktorin Korç. Atëherë, ti mund ta shpijesh vajzën ku të duash, ky është denoncimi publik që po bëhet drejt për së drejtin për një skandal që ka ndodhur në Pogradec. Të lutem Natasha, lejo vajzën të flasi me nënën. Urdhë, ja ku ke vajzën. Po. Atëherë, Genta, foli vajzës. Zemra e mamit, a je mirë? Mirë jam. Para 3 ditësh që më more në telefon, të rrëmbye telefoni nga dora. Si të more më vonë, se mami nuk ka ku të marri. Dhe nuk kam... Po, unë se kam numrin të këtu. Po nuk e ke numrin të Edhe telefonin ma more ti mua. Shpirti mamit, edhe Florin të mi more? Nuk të ka marrë, mami, asë një gjatë. Mami, mos gënjej se mi more. Telefonin 12 Pro Maxin ma more. Dhe Florin të mi more, s'më leja asgjes më ke lënë. Zemra ime, ato I ke lënë në shtëpi, se të ty erdhë të mori policia në shtëpi. Mamin e ka marrë malli shumë, përse nuk vjen në shtëpi, ke një vit që nuk po vjen në shtëpi. Edhe mua më merr malli, po mua nuk më ka dashur njeri, unë në shtëpinë e kam. Ti nuk ke ardhur ndonjëherë këtu. Në shtëpi. Po merr me 2 fëmijë, edhe s'më ke ardhur. Në zemra ime, ne të duam shumë. Ti se nuk vjen në shtëpi, kush të pengon? Po unë sa isha në juve, kur se erdha unë në shtëpi? 22 korrik të 2025. Po tash unë jam kështu, nuk vërtetem dot. Zemra ime, një të rekore është shtëpia e mamit. Kush nuk të lejon të vish në shtëpi të zemër? Ti se lejon që e more e rrinit atje më mlishte. O zonja Natasha, po lejon më vajzën të flasi me ti Mos më servilos, mos më thuaj mami, O Natasha, ku ke dal, më zonjë. E qartë situata. Nuk e për nënë ti më. Ti the a do dalësh e gjalla apo do vdesh atje ku do lindësh. E qartë situata, e qartë ajo çfarë ka treguar Genta është shumë e vërtetë. Më zonjë. Putane ujë. O Natasha, të lutem, moj ç'është ky fjalor në sy të një 18 vjeçare dhe të një fëmijë të mitur. Jo, 18 vjeçare ai ditë të tëra, unë do t'i tregoj të tëra. Po ç'është ky fjalor në ekran, moj zonjë nderuar? Po lër moj vajzën të flasi me nënën. Po lëre moj të flasi nën e bi. Kush je ti që ndërhyn? Të flasin nën e bile, të urdhoj dera është e hapur, nuk është e mbyllur. Mos më hedhi akuzën mbi familjen time mua ajo, se nuk do dalim mirë. Atëherë, e shkëpusim telefonatën me Natashën, ku është prezente edhe vajza e Gentës, është e kuptueshme situata që ka treguar Genta deri në këto minuta, e kam të paqartë në fakt vetëm atë çfarë u tha, që ju keni bërë një fejesë, pra në mënyrë direkte apo indirekte pas ke pranuar Genta. Jo, më vjen keq, nuk kam bërë festë unë, festë ka bërë familja tjetër dhe... Po vajza sa po tha ishte dhe familja ime, hëngrën pim. Më dëgjoj pak, po do ta sqaroj edhe këtë pjesë. Festë ka bërë familja tjetër, duke më detyruar e të lidha që unë do të shkoja në festë që ta afronja vajzën në shtëpi, që vajza të shkonte në shkollë. Për këtë arsye, unë kam planuar njohje, jo martesë të jetë. Njohje. Atëherë të lutem, mbetemi pak këtu, e ke mallkuar vajzën tënde? Jo, kur. Kush e denoncoi me 22 korrik 2025? Pse erdhi policia dhe të rrethoi shtëpinë? Më erdhën dhe më thanë që jemi nga policia dhe I mohon lirin vajzës. Këtë gjë më ka thënë policia këtu në shtëpi. Po në policinë e Pogradetit pse nuk e vajtur, se po I shikojmë qartë se si I mohohet liria edhe për të shprehur në një studio televizive ku përballja është midis teje dhe vajzës dhe ndërhyn vjerra. Ti pse nuk bën denoncime të tilla? Ke një vit pa e parë vajzën.
situatë është gjithmonë që unë tentoj të flas me vajzën, ndërhyn ajo dhe nuk e lënë, dhe unë prandaj them që ajo mbahet me fort, me dhunë psikologjike. Qartë. Nuk e di se çfarë bëhet me atë vajzë. Mirë, qëndron në lidhje? Unë të mallkoj vajzën time sepse unë e kam vajzë të vetme. Qartë. Qëndron në lidhje Genta sepse jemi drejt fundit dhe ky është emisioni i parë, të premtoj që do rikthehemi shumë shpejt, të kemi një ballafaqim ashtu siç duhet midis teje dhe vajzës, të tregoj vajza gjithë rrëfimin e saj, çfarë ka ndodhur, pse njohjen ajo i quan fejesë dhe të gjitha mallkimet për cilat foli Natasha, për disa raje që ti ke bërë krushkës tënde, por të gjitha Dakord, në ditët në vijime dashur Genta, se jam drejt fundit, ta përfundoj komentin e saj avokatja dhe më pas psikologja. Sara, pash që nuk arriti regjia të kapte miratimin tënd, kur zonja Genta fliste dhe tregonte shqetësimin e saj se si mbahet peng e bia, pra ti ishe dakord me çdo fjalë që flet nëna, por ballafaqimi si të duk? Ballafaqimi vërtetoi atë që po mendonim. Pra një vjerë që ndërhyn në atë mënyrë në jetën e vajzës dhe mbi të gjitha me komunikimin me nënën, ka një vit që nuk sheh dhe nuk takon nënën e vet, kur ka një nën që e do, nuk ka një konflikt familjar. Pra, ka një nën që kërkon bien e vet. Edhe të ndërhy vjera dhe në televizor, imagjino pra paskenat që ndodh. Pra, këtu kemi një epizod, si pas mendimit tim, pastaj duhet të vërtetohet, këtu kemi të bëjmë me dhunë psikologjike, dhunë familje, kemi të bëjmë me heqje të padrejt të liris. Pra, kjo vajzë të merret në pyetje në polici, pa pranin e vjerës, pa pranin e bashkëshortit, sigurisht që kemi të bëjmë, do kemi nevojë edhe për një psikolog që të nxirret e vërteta. Pastaj, në qoftë se dëshira e vajzës është mos të mbajë komunikim me familjen e vet, ne nuk kemi askushi. Po, sot jemi ballafaquar me këto fakte dhe kemi dëgjuar me veshët tona se çfarë po ndodhi dhe nuk më duket një situatë normale. Përkundrazi më duket një situatë absolutisht e pabesueshme. Situatë e pabesueshme, ndërkohë që vajza thotë unë nuk kam shkuar të kërkoj ndihmë përveç psikologës së shkollës, ndoshta kjo e fundit ka kërkuar ndihmën e autoriteteve në Bashkinë e Shërbimit Social dhe Punojësve Sociale në Bashkinë e Pogradecit. Nuk e dim si ka rrjedhur gjithë situata, por e treguar kështu nga zonja Genta është një tmerr më vete. Edhe një herë dhe një gjë e fundit do doja ose një grua që është nënë edhe do t'i sugjeroja edhe një herë zonjës Genta, Genta, ka zgjë të keqe, dashuria këto ka, normalizon marrëdhënien seksuale në moshën 14-15. Normalizon me moralin shqiptar, por ligjërisht nuk ka asnjë gjë të lishme aty te kjo situatë që ka ndodhur, po gjithsesi kjo do të verifikohet. Do t'i sugjeroj edhe një herë para se ta mbyll zonjës Genta që t'i drejtohet një avokati dhe të zbardhi këtë situatë, sepse nuk është normale që një vajzë 18 vjeçe të ketë gjatë 2 fëmijë, të mbahet peng nga vjera, nga bashkëshorti në një shtëpi ku i mbushet edhe mendja që familja jote nuk të do, sepse ajo tha ju nuk më keni dashur. Unë nuk e besoj këtë gjë që nëna e vet nuk e ka dashur, sepse për ndryshe nuk do e kërkonte. Kërkesa e llogarisë ndaj një fëmie apo shkollimi i saj, sepse zonja Genta ishte qartë që në fillim që tha unë vërtet e kontrolloja vajzës dhe i gjeta bisedën, vërtet e këshillova, por doja shkollimin ashtu si e donte dhe vajza. Është normale që prindrit të monitorojë fëmin e mitur. Në kushtet që ishte vajza, unë nuk mund ta vazhdoja dot komunikimin kur kisha mbi vendosjen e vjerrës së saj dhe këtu pastaj bëhet shumë e tepërt ballafaqimi me nënën. Dua të marr mendimin e Eksenës. Eksen. Do e fillojmë pak nga fillimi. Pra një vajzë 14 vjeç që largohet nga shtëpia. Pra këtu duhet parë, sepse sigurisht që situata ndërtohet mbi mentalitetin dhe mbi presion ndaj një të mituri. Dhe sigurisht që komplikohet. Në një vend vogël i cili nuk e kupton dot plotësisht çështjen e presionit, çfarë kërkon mentaliteti, çfarë kërkon ligji, çfarë kërkojnë shërbimet sociale. Pra një vajzë që ikën dhe ka hyrë në një marrëdhënie, aty duhet kuptuar se si ka qenë marrëdhënia e vajzës me nënën. Dhe mbasi kthehet pas 2 ditësh, sigurisht situata komplikohet, pra hyn në funksion shërbimet sociale sepse janë pjesë e strukturave kur bëjnë denoncim ndaj një të mituri, dhe aty duhet kuptuar se çfarë ka tentuar pra shërbimi social, se ndoshta zonja përmendi vetëm fjalën që lëre vajzën të jetojë jetën e saj, por mbas saj ka një histori, ka një ngjarje të cilën sigurisht shërbimi social mendoj që e njeh plotësisht këtë situatë.
Dhe kjo është më e vështira, që edhe nëna e vajzës, por edhe Vjera, po i bëjmë presion njëkohësisht. Të dyja, njëkohësisht, ajo me rolin e nënës, por dhe Vjera me rolin që i ka dhënë djali si rezultati faktit që ajo tashmë ka 2 fëmijë, dhe presionin ndaj saj është shumë i lehtë, dhe në një mentalitet i cili nëse është rëmbyer, ka ikë për 2 ditë, sigurisht bëhet dhe më e rëndë që të kthehet në familjen e origjinës, sepse është mentaliteti që pengon, dhe kjo e bën situatën pak të vështirë dhe nuk është e treguar për mua plotësisht ashtu siç ka ndodhur, sepse duhet kuptuar përse një 14 vjeçare ka ikur dhe është larguar 2 ditë, pra çfarë kanë rezistuar, nëse vërtet pinit për shkak të mentalitetit refuzojnë, pra që një e mitur të hyjë në një marrëdhënie me një djalë, përse refuzojnë këtë? Pra të gjitha këto janë pikë pyetje të cilat sigurisht nëpërmjet këtij filmi nuk kuptuam. Besoj se ka prindur në botë që të legjitimojnë një krijim marrëdhënie, se nuk kemi të bëjmë me marrëdhënie emocionale. Jemi rrëmbyer. Pra, kur thuhet jemi rrëmbyer, do të thotë që ti ke përtej marrëdhënies emocionale, edhe marrëdhënie fizike, pra sentimentale, seksuale. Dhe unë nuk besoj të ketë prind në botë, sidomos prindër i një vajze që të legjitimoj këtë marrëdhënie në moshën 14 vjeçare. Patjetër, këtë nuk e prekim sepse është pa përgatitur edhe fizikisht, por edhe emocionalisht. Dhe të gjithë diskutojnë që mund të hysh në këtë lloj marrëdhënie mbi moshën 18 vjeç, ose të paktën ti ke shkaluar të 16-tat. Dhe ky është skandal. Pikërisht, e rëndësishme për nënën është t'i afrohet sa më shumë psikologjisë së vajzës. Pra, nëse vajza e quan rëmbimin si pjesë të kësaj marrëdhënie, si një pjesë e cila tregon devotshmëri nga ana e djalit, do të thotë ky si element shpesh tek të miturit, tek vajzat, kthehet si armiqësi ndaj prindërve të cilët refuzojnë për këtë arsye që ne përmendëm për shkak të mentalitetit. Unë do sjell në vëmendjen tënde se ti ke shumë kohë që je pjesë e emisionit Me zemër të hapur, po ashtu edhe Sara, pse sillemi me 2 standarde ne në qytete të ndryshme, ku do sjell përvojën e një vajze të mitur nga qyteti i Lushnjës, e cila ishte martuar me miratimin e prindërve, kishte lindur fëmijë dhe më pas babai me shumë të drejtë shkon policia e merre, arreston, e burgos e nxjerr edhe përpara gjykatës, por rasti i ngjashëm nga një komunitet i caktuar është edhe rasti i Korçës, i një vajze po në moshën e vajzës që ne po trajtojmë ditën e sotme. Pra, Lushnja dhe Korça pas kanë vepruar, po Gradeci në këtë rast jo. Sepse njohja dhe mentaliteti e ndërpret rrjedhojën e aspekteve. Dhe skandali është që kemi përfshirjen e institucioneve, policia, spitali, mjeku, punonjëse sociale dhe psikologja e shkollës. Po, që ndaj tyre kemi nevojë të dëgjojmë logjikën se si ka rrjedhur në mënyrë institucionale. Pra, kjo është e rrëfyer nga ana e të dyja palëve. Dhe është një pjesë e historisë, por është pjesë institucionale për të kuptuar shërbente rrëfimi këtyre institucioneve në këtë studio. Sepse ne kemi fakt të kryer një nënë e cila mbetet shtatzan 15 vjeç. Çfarë bëri shërbimi social për ta ndërprerë këtë marrëdhënie? Duke qenë se e pas kanë përjashtuar nënën. Nëse ndjekim faktin që vajza ka ikur nga shtëpia dhe mund të ketë folur jo mirë për familjen e saj, pra ato çfarë pretendonte edhe Vjera, pra që është një nënë e cila nuk është pozitive, sigurisht që ka ndjekur logjikën e asaj çfarë ka thënë fëmia. Pra në pamje të jashtme dhe si përfaqësore e gjitha kjo. Sigurisht që ka ndjekur interesin e fëmijës, pra dihet që mentaliteti e pengon vajzën të hyjë. Po flasim për institucionet, dhe këtu nuk hyn në rol mentaliteti. Pra, institucionet marrin këtë vajzë dhe e çojnë në institucion rehabilitimi, sepse është larguar 48 orë nga familja, merren këta prindër, denoncohen, çohen në gjykatë dhe hiqet ushtrimi të drejtës prindërore. Këtu do ishim dakord bashkë neve, por të ja marrësh këtyre prindërve, të cilët nuk meritojnë të jenë prindër, dhe t'ja dërgosh një djali, dhe ajo të jetoj me këtë djalë, të mbetet 15 vjeç shtatzan dhe të lindi 16 vjeç dhe ti të bësh pjesë e këtij skandali, këtu pastaj u ngrej duart. Sigurisht, pa ne them që situata është tepër është funksioni i këtyre institucioneve me 2 standarde. Për Lushnjën dhe për Korçën dhe për çdo qytet tjetër unë mund të sjell raste sa të duash, por në memorien e teleshikuesit janë këto 2 raste, dhe për rastin e Pogradecit dëgjoj se është mentaliteti dhe punonjësi social apo policia apo mjeku shkon në bazë të mentalitetit. Jo. Ne duhet të zbatojmë ligjin. Pikërisht, kjo është ajo çfarë është e vështirë për të kuptuar. Pra, nëse ligji lejon mbi 14 vjeç, pra tek ne në raport me raportin tim për vajzat, atëherë
duhet parë se çfarë logjike institucionale, çfarë logjike psikosociale, pra është ndjekur nga shërbimet, ndoshta jo për të dhënë të drejtën, po supozojmë sepse asgjë nuk... Çfarë do të thonë këto institucionet që ti përmend? Këtu është bërë një skandal. Sepse, pra, po qëndrojnë një mendim dhe një logjik të po themi të peshushme, sepse nuk e njohim pjesën tjetër për të kuptuar çfarë është bërë gabim nga institucionet, sepse sigurisht rrëfimi i zonjës është i pranueshëm për të ngritur shumë dyshime, por duhet të dëgjojmë me logjikën institucionale, pra nëse se zbesoj që është vetëm kjo fjalia që lëre vajzën të bëjë jetën e saj. Jo, pa nga gjithë shërbimi. Pra ka një vi tjetër. Po sigurisht zonjës kjo i ka bërë sens sepse i ka ndikuar po si mund të mbrohen këto shërbime sociale, këto institucione, kjo polici dhe kjo mjekësi përkundrejt një fakti të kryer, që vajza ka mbetur shtatzan 15 vjeç dhe ka lindur 16 vjeç Eksena. Çfarëdo që ato të tregojnë në gjithë të histori. Vajza ka jetuar në atë familje dhe vajza sapo e pohoi, sepse është 18 vjeçe që ne me njëri tjetrin jemi rrëmbyer. Pra, nga familja e vajzës pas ka pasur një denoncim. Këta mund të mos jenë ato prindrit e duhur dhe të thash edhe një herë, duhet të zbatojmë ligjin që këtyre prindërve të mos i jepet e drejta e ushtrimit të prindëror. Një nga kritika që i bëhet vendit tonë është pikërisht çështjet e martesave të hershme, sepse integrohet mentaliteti në të cilën vetë vajzat, pa të miturat, janë pjesë dhe nuk dalin dot. Dhe më pas është ligji i cili ka një logjik jashtë mentalitetit dhe nuk e kupton dot mentalitetin. Dhe kjo është vështirësia tek ne. Dhe shërbimet sociale përpiqen që ti përshtaten, sepse vin nga ky lloj mentaliteti, përpiqen ti përshtaten mentalitetit duke u ndërthurur me ligjet. Pra duke qenë se mentaliteti ynë është shumë larg në vendet e vogla, dhe ligji tregon diçka tjetër, shpesh ky konflikt përkthehet në këtë lloj situate. Sepse duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur nga shërbimet. Gjithsesi, ka ndodhur çfarë ka ndodhur, dëmi i kësaj 18 vjeçare i është bërë që kur ajo ka qenë 15 vjeçe. Mos menaxhimi i mirë i situatës, çfarë do të ketë bërë shërbimi social, bashkia, psikologja e shkollës, policia, mjekësia, tashmë vajza ka lindur në moshën 16 vjeçe. Dhe ne e pam në një përballje që tashmë Vjera nuk linte në asnjë moment që vajza të fliste, mbivendose mbi vajzën, presioni ishte i qartë dhe çfarë do të thonë apo të kenë bërë, dëmi vajzës si është bërë dhe e gjithë situata nuk mund të çbëhet dot dhe ajo është nënë e 2 fëmijëve vetëm 18 vjeçe. Kjo është hera e parë që po e trajtojmë në këtë studio. Do t'i dëgjojmë për kënaqësinë tënde se unë e kam të qartë situatën, përderisa nuk është parandaluar. Për reviz ndoshta dhe çfarë nuk shkon dhe çfarë mentaliteti pengon. Çfarë do të bëjnë këto institucione? Për të ndërtuar dhe ne një panoram të qartë, pas se si mentaliteti dëmton të miturit nëpërmjet presionit, kjo është më se e kuptueshme, por për të patur një panoram të qartë, si ndërhyn shërbimi social, si e zgjidh dhe pse nuk e zgjidh, dhe pse ngecim në këtë drejtim, na duhet logjika institucionale për të kuptuar se çfarë bëjmë ne gabim. E qartë. Ju falenderoj të dyave për prezencën në këtë studio, përpara se të falenderoj të zonjën Genta. Genta, më dëgjon? Mo të dëgjoj dashur dhe e kemi dëgjuar edhe Po, dua në këtë fund emisionit ta mbyllim bashkë duke i bërë një apel të drejtë për drejtë vajzës tënde. Çfarë do t'i thoja? Unë vajzës time dua të them që ne e duam shumë. Ajo e di mirë që është vajzë vetë në mirësi. Edhe dua më të mirë të kthehet në shtëpi, mos bjerë tre opsione të vitit, apo të rritë të do t'ja kuptoj, se të të vogël. Genta, në fakt kemi një shkëputje me këtë lidhje, nuk e di pse, nuk e dëgjuar shumë qartë, është dëgjuar vetëm që ti vajzën e do shumë të kthehet, të mos ketë frikë më nga presioni që ka në familjen e bashortit dhe sidomos nga Vjera. Unë shpresoj që ajo t'i dëgjoj këto fjalë të ndjera. Ti ja ke thënë disa herë, ja the edhe sot në transmetim të drejtë për drejtë. Thënë disa herë dhe ajo e di që unë nuk ka mentalitet, në familjen tonë nuk ka mentalitet, ajo të kthehet ku të dojë, të më marrë kur të dojë, vena me si në më marrë në qofë të në ndihët një ta thot, ta shpëni, dhe t'i dali bërë jetës të saj, sepse ajo shumë ndikuar atje ku është.
Unë shpresoj që ajo ta dëgjoj këtë apel, unë të premtova që do kemi dhe një tjetër emision, ku do dëgjohet vajza pa praninë e vjerës, do të mundohemi shumë edhe pse do të jetë vështirë, por në emisionin tjetër dua edhe mendimin e institucioneve të cilët nuk e parandaluan këtë ngjarje të rëndë. Faleminderit Genta, të përshëndes drejt për së drejti nga Tirana. E dashur, institucionet kanë bërë një kulturë dhe një dëshmit që të unë kam shkruar disa herë në për të dhe një përgjigje. Qartë, do kemi mundësin radhën tjetër. Faleminderit e dashur që të kisha drejt për së drejti ditën e sotme, faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Bashkë takojmë në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshem.